Alhamdulillah, wahdahu salatu wassalamu ala men la nabiyya ba'd. Besimtarë të nderuar, aq shumë që atmosfera shpirtërore është e qetë edhe është e mirë, vërtet nuk e di çish me fillu dhe ka me fillu. Allahu ju shpërbleft. Allah thot në Kur'an: "Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Dhe ata të cilët e mohuan Allahun, jo besimtarët, thanë: mos e ndëgjoni këtë Kur'an, edhe bëni zhurmë në mënyrë që na të fitojna. Dhe kjo ishte koha, periudha, kur ishte duke lexu Muhamedi a.s. Kur'anin momentet e zbritjes, në Mekë momentet më të vështira. Dhe nga inati, xhelozia, kundërshtimi që e kishin kundërshtarët, idhujtarët, thanë: mos e ndëgjoni këtë Kur'an, që është duke lexue Muhamedi. Dhe bani zhurmë që ai kur të lexoje mos muni që na të fitojna, jo ai. Sa që edhe ata që ishin të njohur në gjuhë arabe, që e dishin gjuhën mirë edhe ishin poet, i thoshin atinve që ku të shkonin Mekë mos e ndëgjoni Muhamedin duke lexu Kur'an, se kishin frikë që me pranu Islamin, edhe ishin njerëz me ndikim në shoqëri. Dhe një prej tyre ishte edhe Tufail ibn Amr ad-Dawsi, ishte një poet i njohur. Edhe kur shkoi në Mekë, paria e Mekës i thanë: mos shko me ndëgju Muhamedin duke lexu Kur'an në çabe. Bile i thanë: vendos edhe pambuk në vesh, se kishin frikë për shkak se ai e nje gjuhën, e di gjuhën, edhe kur të ndëgjoje Kur'anin, ka me pranu Islamin, se Kur'anin Allahu e ka zbrit bilisanin arabijin mubin, gjuhën e pastërt arabe, që s'kishin mundësi me kundërshtu. Pra Allahu arabët i sfidoi edhe me gjuhë. Alif lam mim, s'kishin ato kështu, nuk dishin, se dishin edhe kuptimin. Pra kjo ishte sfidë. Ta, sin, mim, nun, shkronja simbolike që herë e pari kishin ndëgju dhe s'kishin mundësi, që shka thonë Allahun në asni anë nuk i mbjeshet e pavërteta Kur'anit. Dhe Tufail ibn Amr ad-Dawsi shkoi afër Çabës edhe po e shet duke lexu Kur'an Muhamedin a.s. Pse tha unë mi vendos pambukat në vesh? Unë e di gjuhën arabe mirë. Nësa është ndë një poezi ti njo krejt, dhe s'ko ka Kur'an, nuk ko ka ja që pëthot zbret prej qielli, edhe i hoqi pambukat, i gjujti pambukat, edhe kur ndëgjoj duke lexu Kur'an Muhamedin a.s. si kur se tash po ndëgjojmë dhe po knaqemi, kjo tha nuk është poezi, kjo nuk është gënjeshtër, kjo nuk është fjale njerit, kjo është vetëm prej qielli. Edhe pranoi Islamin Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Edhe pastaj vazhdon tregimi, po na nuk po e vazhdojna për shkak vetëm po flasmi se çfarë gjurme lën leximi i Kuranit në zemrat tona. Por atë Muhamedi a.s. edhe kur i ka nxonë në rob të luftës, kur i ka qurë me dini, i ka qurë afër xhamis, që me ndëgju Kur'an, se nuk ishte qëllimi Muhamedit a.s. me bo rob. Jo, qëllimi ishte mi liru nga robria. Dhe një prej mushrikve që e nxon rob, që ishte afër xhamis, Muhamedi a.s. ishte duke lexu Kur'an. Dhe ndëgjoj ajetin kuranor ku e lexoj Muhamedi a.s. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Çfarë më thon? A mos vall, Allah po thot, ato janë kriju prej asgjaje, apo ato janë që kanë kriju? A mos vall, ato janë që e kanë kriju qiejt edhe tokën? Jo,
ata nuk bindën. To problemi. Ata nuk dojnë mu bindë se Kurani është i vërtet. Thot, kure kum dëgju këtë ajet, duke lexu Muhammedin a.s. ke dhe qalbi en jetir, gati zemra më fluturoj. Dhe min njëherë nuk ka shku moment dhe e kam pranu islamin. Pra kjo ka qenë edhe metoda e Muhammedit a.s. që njerëzve me Kur'an, me leximin e Kur'anit, mi u zbut zemrat. Mi udhëzon rrugën e drejtë, se për këtë arsye Allahu Dhul Xhelal e ka zbrit këtë Kur'an. Dhe unë po gëzona shumë që Allahu Dhul Xhelal, që thash edhe kohën kur bëm iftar, për mirësive ti, ne i ka mundsu edhe në këtë kohë që na kështu bukur edhe gjatë me ndëgju Kur'anin. Me lexue Kur'anin, pra mushrikët, idhujtarët që zbriti Kur'anit të ta, dhe ishte në gjuhën e tyre, çka thanë, mos e ndëgjoni, bani zhurmë. Allahu neve ne ka mundsu me ndëgju. Allahu neve ne ka mundsu mu kënaq. Por ata edhe shok që keni, sa të muni bini këto. Bini le ta ndëgjeni fjalën e Allahu Dhul Xhelal, se unë jam i bindur se kanë mu zbut zemrat e tyre. Kanë mu udhëzue me ndëgjimin e fjalës së Allahu Dhul Xhelal, se kështu armiqt vazhdojnë duke folë që njerëzit mi larguen nga Kur'ani. Me bo zhurmë ndaj Kur'anit, para 2 netve isha me një mërgjimtar tonin. Në Gjermani është, edhe në tregoj, po e pisë si është atje. Ramazani, xhamit, po tha, mirë, veç një problem e kena xhamin ku e kemi. Kur e falmi taravin, aty tha e kemi një jo besimtar, tha, për shkak se asaj duket pak zhurmë, duke ndëgju Kur'an, e lëshon tha muzikën. Vetëm e na pengue. Subhanallah, qysh ka thonë Allahu, kështu kanë thonë edhe idhujtarët. Bani zhurmë, mos me ndëgju këtë Kur'an, që të pengesa se na lëshon muzikën, se mos ta ndëgjoje Kur'anin. E shiqer që Allah Dhul Xhelal neve ne ka mundsu kështu me ndëgju edhe mu kënaq me Kur'an. Ma herët na kemi tregu tregime, raste, i kemi lexuar dhe i keni ndëgjuar se si të parët tonë janë kënaq me Kur'an. Duke ndëgju Kur'an, Muhamedi alayhis salam është lodh, këmbët ju kanë lodh, duke qëndru në kam, duke falë namaznate. Kështu të parët tonë, selefi jonë, që Kur'anin, jo vetëm një herë, kjo me e pakta një hatë me bëhe. Kjo është me e pakta, me të gjithë me dhebet. Me e pakta është me bëhe një hatë me në Kur'an, me namaz. Pra, sa ma shumë duhet me bëhe. Elhamdulillah që Allahu ne ka mundsu këto kushte, këto rrethana, që edhe na me qëndru e gjatë. Edhe na mu lodhë. Që i thonë se nam, ditë kiametit Allah ka me thonë, ikra wartaqi, lezo, dhe ngrihu lartë, se vendi it në xhenet është tek ajeti i fundit ku do të nalësh. Dhe na shpresojmë që me leximin, apo me ndëgjimin e Kuranit që dikush nuk din, apo s'munët me lexue shumë, duke ndëgju kështu fjalën e Allahut, inshallah edhe Allah në mëson duke thonë greho lexo, dhe vendi it është ato ajete që i kin dëgjue, posaçërisht je lodh duke qëndruar në këmbë, duke ndëgju fjalën e Allahut Dhul Xhelal. E posaçërisht Ramazani është muaji i Kuranit. Është muaji i leximit dhe i ndëgjimit të Kuranit, që kështu në Ramazan na duhet me çunet të tona. Kështu në Ramazan na ku shkojnë në xhami, kështu duhet me ndëgju Kur'an. Kështu duhet me lexu Kur'an, po edhe sa të kena mundësi ku t'jemi, sa ma shumë me lexu fjalën e Allahut Dhul Xhelal, për shkak se Ramazani është muaji i Kur'anit. Allahu i shpërbleft. Unë nuk do me zgjat ma shumë, bile kisha plan për shkak të rrugës së gjatë me dal pas 4 rekateve, po nga kënaqësia që jam duke ndëgju e duke u kënaq, nuk po muj me dal, kështu që më bani Allah, po e shkurtoj pa kohën tash, që vetëm e net deri në fund dhe më përfundu namazin. Allah e nderoft, Allah e shpërbleft.